Kryeministrja e Italisë Giorgia Meloni ka bërë thirrje për një qasje të arsyetuar ndaj një lufte tarifore në përshkallëzim midis BE-s dhe SBA-s dhe ka përsëritur rëndësinë e unitetit transatlantik. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar tarifa gjithëpërfshirëse për aleatët dhe kundërshtarët e vendit të tij, duke përfshirë një taks 25% për importet e makinave, duke filluar nga java e ardhshme, dhe një tarif 200% për shampanjën, verën dhe pijet e tjera alkolike nga BE. Detyrat vijnë mes tensioneve mbi mbrojtjen me hapat e ndaj Rusisë për luftën në Ukrainë që ngjallnin shqetësim midis liderëve të BE-s për angazhimin e Washingtonit për sigurinë e kontinentit. Meloni, udhëheqësja e partisë postfashiste Vëllezërit e Italisë, tha të shtunën se ndjente përgjegjësinë e saj të mbronte unitetin transatlantik dhe ta rindërtojë atë nëse është e nevojshme. Sigurisht që ka dallime në tryezë për tarifat, por pikërisht për këtë arsye, unë gjithashtu mendoj se ne nuk duhet veprojmë me impuls, por në një mënyrë të arsyetuar, tha ajo në një takim të partisë opozitare të qendrës Azione. Veprimi pak më shumë se 10% e eksporteve italiane shkojnë në SBA, gjysma e tyre makineri dhe komponentë të lidhur. Emanuele Orsini, kreu i Federatës Italiane të Biznesit Confindustria, tha në të njëjtin takim se një luftë tregtare do të ishte një problem i madh për Italinë, duke thënë se ai shpresonte që BE të mund të negocionte një zgjidhje. Meloni, partia e të cilit ka një brez të thellë euroskeptik, i tha Financial Times të premten se SBA ishte aleati i parë i Italisë dhe hodhi poshtë idenë për të zgjedhur Europën ose SBA-n. Marrëdhëniet tona me SBA-n janë marrëdhëniet më të rëndësishme që kemi, tha ajo. Ajo gjithashtu simpatizoi akuzën e zëvendës presidentit amerikan J.D. Vance se Evropa kishte braktisur angazhimin e saj për lirinë e fjalës dhe demokracinë. Më duhet të them se jam dakord. Unë e kam thënë këtë për vite. Evropa e ka humbur pak veten, i tha ajo gazetës. Si kundërpërgjigje, Elly Schlein, liderja e Partisë Demokratike të Qendrës së Majt, akuzoi qeverinë e Melonit për transformim ditës në kalin e trojës të administratës Trump brenda BE-s. Meloni megjithatë ka mbështetur planet për të rritur mbrojtjen e Evropës përballë ndryshimit të Washingtonit, të paktën në parim, duke përjashtuar dërgimin e trupave për të zbatuar një zgjidhje të mundshme paqeje në Ukrainë, shkruan The Guardian. Një nga dy partnerët e saj të vegjël të koalicionit, Matteo Salvini i partisë euroskeptike Liga kundër imigracionit, është fuqimisht kundër planit të mbrojtjes, duke e karakterizuar atë si një hile për të zgjitur ekonominë gjermane.